Sot kemi ardhur të gjithë në martesën e Deas dhe të Antonios. Kam parë me fustanin e nusës së vogël kur u bë festa e abetare dhe pas shumë vitesh po të shoh e vellën e vajzës së rritur. Ti je e veçantë për të gjithë ne, jo sepse je mbesa jon apo vajza jon, po sepse ti je një vajzë me zemër të bukur, një shpirt të pastër dhe mirësi që prek çdo që nje. Tani do të pyesim Antonion. Je dakord që të martohesh me Dea? Po. Dea, je dakord të martohesh me Antonion? Po.